ju ka mbyllur dyert e procesit integrimit shqiptarve. Ndaj dhe 22 marsi është një ditë shumë e rëndësishme, jashtëzakonisht e rëndësishme. Vërtet ky përdori 83 mandate të krimit për të mbrojtur vetën dhe vjedhjet e tij. Por shqiptarët duhet të flasin me 22 mars me forcën më të madhe kundër kësaj qeverie dhe kundër këtij kryehajduti. Njeriu që rreshton Shqipërinë në proces të integrimit evropian e nxjerr nga procesi dhe rreshton me Serbinë. Imagjinoni, lutem. Imagjinoni, shkaktarja e luftrave të fundit ballkanike. Nga Bosnia, Maqedonia, Kosova. Rusia e vogël në Ballkan. Gjë një shërptor, gjë një argat të barazojë Shqipërinë që s'ka asnjë luftë nuk ka nisur, që ka dhënë kontribute palësore në shkruarjen e konflikteve dhe faktor stabiliteti. Dhe nxjerr tani e rrjedhton me Vučićin, e rrjedhton me Serbinë vetëm për të shpëtuar nga ligji për vjedhjet që ka kryer, për interesat ti personale. Ndaj dhe 22 marsi fton çdo qytetar shqiptar të vërshojë drejt Tiranës për t'i dhënë përgjigjen më të merituar kësaj organizate kriminale të kryesuar nga Edi Rama, që nuk ka asnjë interes tjetër përveç pasurimit të paligjshëm me fondet dhe pasuritë publike të shqiptarëve. Së dyti, jemi në një situatë kritike në parlament, por ne përsëri duhet të intensifikojmë të gjithë kërkesat tona, sugjerimet tona, amandamentet tona në mbrojtje të interesit publik të shqiptarëve. Ata kanë gjetë një mënyrë të mbyllin parlamentin çdo 15 minuta. 15 minuta dhe ta mbyllin. Por ne do bëjmë gjithçka që parlamenti të shtrohet në tribunën e diskreditimit tyre të plot, siç e meritojnë. Siç e meritojnë para shqiptarëve dhe botës. Ndaj dhe njëherë, nga kjo mbledhje, që të gjithë në teren, tek qytetarët, janë ata dhe vetëm ata që do japin përgjigjen këtij qëndrimi poshtrues ndaj shqiptarëve, këtij qëndrimi anti-shqiptar të Edi Ramës dhe qeverisë së tij. Faleminderit. Faleminderit mediave.